Shumica e sherreve ndodhin natën. Shumica e problemeve ndodhin natën. Shejtant shpërndahen natën. Kurthat bëhen natën. Hajnat dalin natën. Krimet bëhen natën. E natën çka bëhet hala? Klubet e natës. E janë ditën e natën. Apo? Aty namaz natës falet. Normal. Prandaj, edhe nga qëtu, edhe kjo është gasë këni dhe vëkab. Nga që kur bie nata, njerëzit fatkeqësisht jepen pas punëve të këqija. Pse ditën ju? Për shkak ditë, edhe ditën ka sharr. Edhe ditën ka një që shkojnë pine, normal. Po dita është më shumë e rezervuar për me fitu ato që kam harxhu natë. Ta ditën nga në vrapan me punu, më angazhua. Ama sherrin e ka natën, jo ditën. Prandaj shiko Allahu sa bukur e ka nda këtë pjesë të kohës që ti me të kujdesshëm se shumë sherrë ndodhin në këtë pjesë të natës. Nata këtë nuk është sherrë, një pjesë e sa e sherrë. Për ata që e dojnë sherrin, për ata që bën pjesë e sherrit. Mirë, nata kur depërton, për do tjerë çka është? Mundësi për të vetmuar me Allahun te barekuhu teala. Unë që natën më fal. Paramendoj këto dy pamje. Me pa nga një perspektive largët. Nata ka ra me një vend. E ka erësua atë vend dhe ka depërtu gjithkun. Disa në haram, në alkohol, në zina, në bigjaz, në klubet natës. Disa kanë dalë me vjedh. Disa kanë dalë me bo kurtha qysh me vrat dikan. Disa. E disa e kanë prish gjumin. E kanë nën shtratin nxehtë, ka kibla Allahu Akbar. Mendse e kanë prit këtë çast vetëm nga Allahu te barekuhu teala, nga se zhurma e ditës nuk ja ka mundsuar këtë vetmi edhe këtë privatësi me Allahun te barekuhu teala. Ç'kjo është te dyat. Prandaj kemi thënë sura Falak, edhe shumë sura tjera, mos harroni çështën e rreshtimit. Mëson më rreshtu. Nata kamera, nata bjen. Shiko Allah nuk tha, o Allah na ruaj nga nata kur bjen, jo, nga sherri natës kur bjen. Nuk ka sherr, ka dhe hajr. Nata është krijesë Allahu te barekuhu teala, i nënshtrohet urnëve të Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj cili është aktiviteti i natës? Natën njëri me kohë me familjet vet, ditën ka punu, ka pas angazhime afrohet te shtëpia e tij. Ndon kohë për familjen e tij, për gruan, për fëmijët, për prindërit nëse jetojnë bashkë kështu me radhë. Ndon kohë që të lexon Kur'an se ditën s'ka pas mundësi me lexu. Prandaj edhe leximi i Kur'anit natën ka specifik të veçantë nga leximi i Kur'anit ditën. Kur ndërmjetëson Kur'ani ditë gjykimi çka thot tek Allahu xhallahu ala. O Zot, e kam penguar nga gjumi natën, andaj pranam ndërmjetësues për të ditën gjykimit. Edhe ditën është Kur'ani njëjtë, sevapi. Po natë është më i veçantë për shkak se qetësia e natës mundson më tepër meditim, qetësi dhe përkushtim ndaj fjalës së Allahut te barekuhu teala. Ditën për shembull, do më lezu thirr dikush, telefoni, namazi me dal, një angazhim caktuar. Nata këto i pushon. Prandaj Allahu ka dhënë sherrri gasi keni dha vakab, ne do të takojmë aktivitetin negativ që bëhet, e Allahu të na ruaj nga ky aktivitet negativ dhe nga gjithçka që prodhohet nga ky aktivitet, do të na mundësoj që të jemi në aktivitetin e duhur. Dhe këtu marrim një rregull me nësitë ndërvëllazëri i cili thotë se nëse angazhohesh në hajër, nuk ki kohë për sherr, edhe kundërta. Nëse angazhohesh në sherr, s'ki vakt për hajër. Normal. Ai për shkak që rrin gjithë natën në klube, gjithë natën në për të luajtur lojna, apo do të sekondit. Asë kom paramendu, po më kanë dërgu, madje më kanë pyet njerëz. Madje më e keqja ka ndodhur që pyet grua e martuar për burrin e vet, po në im martuar, lun 10 saat sani. A në të mëon, nuk ka, po më nej, tash ligji, ja lejon me ligj. Po me pas dhe rregulla tjera, këtë njeri me të vetë ishtë dash ka gjamir të erbije me mëllë. 10 orë, në 3 del për punës, vjen handbuk. Del, në 5 sahati. Del, vjen 5, 12 orë. 12 orë, bëjgjës lunat. Andaj të në vëzër, që kjo është shërri gasi këni dhe vëkët.
sherrri vetvetes, jo një bodi ku sherr, jo nga sherrri i hajni që vjen me 10 natën, e i shej atindë, po nga sherrri edhe i vetes tonë, çfarë aktiviteti zhvillon natën, ku e të shku, me kënë të nejtë,